Si kryetar tashmë e ka të qartë se cilat do t'jenë top 5 prioritetet. Faton Peci që këtë të premte bëri betimin thelbësore thotë se do ta ketë punën në sferën e arsimit. Vendimi i parë është themelimi i komisionit komunal për vlerësimin e nevojave të fëmijëve të cilët kanë nevoja të veçanta për të pasur të qartë se sa asistent në mbështetje edhe në përkrahje të fëmijëve për nevoja të veçanta është në sistemin arsimor të komunës Mitrovicës. E nga salla ku dha betimin, u nis drejt komunës që tash tutje është vendi i tij punës. Në hyrje priti ngrohtësisht paraardhësi i tij Bedri Hamza, duke uruar për marrjen e detyrës. Gora politike ka përfunduar, edhe mendoj që tash gjithë duhet ta koncentrojmë energji në drejtim pozitiv edhe në dobi qytetit. Dhe heroime, suksese edhe ju prifte mora e na prifte mora. Por as Peci si kurse u falënderimet ndaj Hamzës. Faleminderit që në emrin të qytetarëve të Mitrovicës, që uroj dhe përgëzoj falenderoj për çdo punë të mirë që keni bërë për qytetin. Në fund edhe ndërruan vendet për të vazhduar me kafe muhabet për punët e komunës.